Papa Leoni i 14 nisi zyrtarisht fronëzimin e tij të dielën. Është ora e dashurisë, kisha hap krahët për botën, u shpreh Papa Leoni. Duke ju drejtuar konservatorëve që ndiheshin të lënë më njan nga paraardhësi i tij, ai bëri thirrje për unitet, duke u zotuar të ruante trashëgiminë e Kishës Katolike dhe të mos sundonte si një autokrat. Abbiamo posto nelle mani di Dio il desiderio. Në kohën tonë ende shohim shumë mosmarrveshje, shumë plagë të shkaktuara nga urrejtja, dhuna, paragjykimet, frika nga ndryshimi dhe një paradigmë ekonomike që shfrytëzon burimet e tokës dhe marginalizon më të varfrit. Nga ana jonë ne duam unitet, bashkësi dhe vllazëri. Unë u zgjodha pas një merit time dhe tani me frikë dhe dridhje vi tek ju si një vëlla i cili dëshiron të jetë shërbëtori i besimit dhe gëzimit tuaj. Pas udhëtimit të parë me automjetin karakteristik të papës para 10 mijëra njerëzve në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Leoni u zyrtarizua si papa i 267 i Kishës Katolike Romake dhe monarku sovran i qytetit të Vatikanit, në një mesh të hapur. Besimtarët valvitën flamuj amerikan dhe peruan. I lindur në Chicago, Papa 69 vjeçar, kaloi shumë vite si misionar në Peru dhe gjithashtu ka shtetësi peruane. Leoni i 14 vendosi unazën karakteristike papale. Turmat brohoritën Rof të Papa dhe Papa Leoni, ndërsa automjeti i tij karakteristik shëtiste rreth sheshit të Shëmpjetrit. Robert Prevost, relativisht i panjohur në skenën botërore, i cili u bë kardinal vetëm 2 vjet më parë, u zgjodh pap më 8 maj. Ai pasoi Papa Franceskun Argentinas, i cili u nda nga jeta më 21 prill, pasi udhëhoqi kishën për 12 vite shpesh të trazuara, gjatë të cilave ai luftoi me tradicionalistët dhe mbrojti të varfrit dhe të marginalizuarit. Në ceremoni ishin të pranishëm delegacione nga shumë vende të botës, përfshirë edhe Shqipërinë. Zëvendës presidenti i SBA-s J.D. Vance, i konvertuar katolik, i cili u përplas me Papa Franceskun për politikat e ashpra të shtëpisë së bardhë për emigracionin, udhëhoqi delegacionin amerikan së bashku me sekretarin e shtetit Marco Rubio, i cili është gjithashtu katolik. Vance shtrëngoi shkurtimisht duart me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky në fillim të ceremonisë. Të dy u takuan për herë të fundit në shkurt në shtëpinë e bardhë ku u përplasën ashpër para mediave botërore. Në predikimin e tij të lexuar në italisht, Papa Leoni tha se si udhëheqësi 1.4 miliard katolikëve romak në botë, ai nuk do të tërhiqej para sfidave moderne dhe se të paktën për çështje sociale si luftimi i varfërisë dhe mbrojtja e mjedisit, ai do të vazhdonte trashëgiminë e Papa Franceskut.